Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju. Të Shenjës së Ujorit do bëjmë një mesazh për ju dhe ai është zgjidh të jetosh me gëzim çdo ditë. Tani, sikur po ju dëgjoj, e si unë normal që ta zgjedhësh jeta ime, do doja ta zgjidhja, por nuk kam mundësi, jo. Shumë gjëra nuk dim apo nuk i kuptojmë vërtet si janë. Kjo letër është një kujtesë që e ëmbël në fakt që gëzimi nuk është diçka që e pret nga jashtë dhe nuk të jep askush nuk ju bën të lumtur. Absolutisht. Lumturia vjen nga vetë ne. Ndjesitë që zgjedhim ne. Ju ka ndodhur që ndonjëherë të jeni me një person që asnjëherë kurrë ju ka bërë asgjë, por keni një energji të keqe mendje apo nuk i përshtatet, ta them ashtu më mirë. Dhe kjo do të thotë është zgjidhja juaj, nuk ka të bëjë fare me personin. Kjo është ajo që dua t'ju shpjegoj, por që do bëjmë një video vetëm për këtë. Pra që siç thash, gëzimi nuk është diçka që pret nga jashtë, është një zgjedhje që bën çdo ditë, nga brenda. Edhe me sfidave ka gjithmonë një rezedrite, një moment për të buzëqeshur, një arsye për të falendëruar. Prandaj zgjedh të jetosh me gëzim çdo ditë. Këtu pamja 3 fëmijëve si ilustrojnë që vallëzojnë bashkë përpara një dielli të madh është metafora perfekte. Gëzimi është thjeshtësi, liri dhe bashkim. Është ajo ndjesi që vjen kur je e pranishme dhe i lejon vetes të shijosh të tashmen. Kjo është për ajo që po flas. Gëzimi nuk është një shpërblim, absolutisht, dhe askush nuk ta jep. Është një gjendje që e krijon vet. Mos e shty për nesër. Gjeje në tani. Në frymën tënde, në sytë e dikujt që do, zgjidhe çdo ditë të jetosh me zemër të lehtë dhe absolutisht të lumtur apo të kënaqur. Të dashur jo.